أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد Allah në falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë të mbrojtjen për të ligave të shpirtit ton. Aqë Allah subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humbë, ndërsa të cilën e lënë të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Dërgojmë salavatet Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Lënë radhë parë që përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku, Allah subhanahu wa ta'ala t'i bëjë të bereqeshme, të begashme, dhe po ashtu ky fillim i këtij rrugtimi të ri me shkrimin e Ebu Bekrit radiallahu anhu dhe të tjerëve që avim pas ti, tjetë fillim i mbar, i bekum, i bereqetshëm, i dobishëm për mu dhe për ju. Sonte inshallah ta'ala do të trajtojmë një temë që ndërlidhet me jetën e Ebu Bekrit. Po sonte nuk do të flasim kush është Ebu Bekri, se ka emrin, ku ka linde, qyshe teke, për vlerat e tij. Jo. Do të flasim atu ku e kemi lanë javën e kalume tek vdekja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për mu ndërlidh te khilafeti islam, te fillimi i khilafetit islam. Gjithsesi çka ka ndodhur tek në sakifen e Banu Saide, që është njihet. Po para kësaj, po du me abo dhe një ndërlidhe për mu ndërlidh me temen, pasi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do lajmi që kem kuptuar javën e kaluar që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vdiq. Ebu Bekr radiallahu anhu erdh min sanhi, sanh është që thamë al-awali në Medinë, në periferi të Medines, erdhi ja shploj fytyrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e pa të vdekur, dhe e kem përmend to, nuk do dëshirojmë tash mu ndal në ato që e kem përmend dersin e kalum. E lexoj ajetin dhe ju tregoj se me të vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vdek. E kem kuptuar çka ka vepru Omeri dhe sahabët tjerë, kur e kuptuan sahabët edhe ndëgjun ajetin prej Ebu Bekrit, wa ma Muhammedun illa rasulun kad khalet min qablihi ar-rusul, Muhamedi nuk është gjë tjetër vetëm se i dërguar, sikur se të dërguarit që ishin para tij, të cilët do të vdeshen, pejgamber që kanë qenë para tij kanë vdek, po nëse edhe ky vdes apo mbytet, a do të kthehen ju prapa, do të lëni fen e tij, e kush do që kthehet prapa, ai nuk i bën asnjë dëm Allahut, ndërsa Allahu do t'i shpërblej mirënjohësit, do t'i shpërblej vepërmirët. Kur e ndëgjun këtë ajet pi Ebu Bekrit sahabët, ka anë transmetim, atëherë thot Enesi radiallahu anhu, e përmend Enesi radiallahu anhu, thot nau ka dok ky ajet që ka lexuar Ebu Bekri, e ka annana lam nasma'aha illa fi dhalika alwaqt, nau ka dok si këtë ajet se kena ndikur, nau ka dok si me zbrit në atë moment, edhe pse ky ajet kish zbrit shumë më përpara. Po ai musibeti i vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka thonë, kur ndokënd e godet ndonjë musibet, e godet ndonjë fatkeqësi, le ta kujton vdekjen time, se vdekja jeme është edhe më fatkeqësi se fatkeqësia e tij. Pastaj e morën sahabët Abbas ibn Abdul Muttalib, Ali ibn Abi Talib, Fadl ibn Abbasi dhe të tjerët fillun me e qefinos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e bën gati, e qefinosen, edhe kështuja falen namazin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hynën sahabët grupe dhe ja falen namazin atij të bekumi alayhi salatu wassalam. Pasi e falen namazin, ja falen namazin e gjenazës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vjen një ngjarje, me njëherë ngjarje e madhe, që ajo është tema jonë sonte.
është Sakifetu Beni Sa'ida, që është njihet Sakifja e Benu Sa'ida. Qka është kjo, me qka ndërlidhet tash, kisha pas dëshirë ka pak edhe pe bëj si një kërkes për gjithë ju, alhamdulillah ju edhe po ju thonë ju prezentoni, po kisha pas dëshirë që tash është fillimi, mu mundu mos me i ikë se ligjeratat lidhen njëna me tjetrën, njët ikë që këputesh prej në gjarjeve, se që ashtu e në gjarjet ndërlidhura. Derisa Alija, Abbasi, Fadl ibn Abbasi ishin gati do të tëtë, edhe kërënën gjenazën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u bo gati, u varos edhe u falë gjenazja, para kësaj kisha përmend vesh një moment para se me hitë tema, thot Enesi radiallahu anhu se sahabët dashurit e mi e kanë përjetu rënd vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot ka ushtu Medinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej vajit, edhe pastaj kur e ka lexuar Ebu Bekri këtë ajet o mbush Medinja, secili të e lexuar ajetin, të jep ngushëllim vetit se ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e varosën krejt, erdh thot Enesi që ka qenë shërptori pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tu ardh pasi që ja fali gjenazën dhe kishin varos, dhe Enesi ishte pjesëmarrës në varimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e takoj qika e ti Fatimja radiallahu anha dhe i tha o Enes, kejfe tabet enfusekum en të hëthu të turabe ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tha o Enes, tha qësh ja u bajt i shpirti juve me i qitë dhe trupit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë moment Enesi tha wallahi, tha atë ditë kur ka hy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam anara kulle shej, ka ndryshu gjithë shka në Medine, dhe atë ditë që ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kena mbulu trupin e ti, është ersu gjithë shka në Medine. Edhe kjo e dini kem bisedu dhe kem përmend shpesh herë, shumë rase sahabët s'kan mujt me përbalu mojetën pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se cili pej tëne ka ik pej Medinës, o ik se s'ka mujt me përbalu, so mësu me e pa çdo ditë, o mësu me e pa, jo mësu sahabët, ka pas për sahabëve dashurit e mi, jo shku çdo ditë Zotit, veç e kanë këshyr. Amr ibn As i thot, çdo ditë jam shku, jam ul para tij dhe kom këshyr fytyrën e tij të bukur. Me pa thonë ti kush hajde përshkruaje pejgamberin sa ose kisha thonë ka dalë sa halos jo ngi. Thobani ardh çdo ditë çështo. E ka pa pejgamberin sa ose në ditë ardh me pa pejgamberin sa ose sokon aty, o ul te dera e xhamisë ka nis me kajt. I ka ardh pejgamberi sa ka gjetë tu kajt, thobani ka thonë pse pa kanë thoban. Ka thonë ja Rasulullah te din adetin tem ditor, thotë unë çdo ditë Zotit vit, ashtu para mendoj, dhe si ndalu po kom çe me ndjena bashkarisht. Ma ardh dikush ty veç me të selam aleikum dhe me të këshyr. Çdo ditë Zotit au thon. Çfarë dashurie kanë pas sahabët e pejgamberit sa për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe Thobani ku një pejtëne. Të ka thonë din ja Rasulullah adetin tem. Unë çdo ditë vit këshyr ja Rasulullah. Sot kur erdha zgjeta. Kur nuk gjeta ty thot ja Rasulullah, atër unë ndala dhe mendova vdekja jote dhe vdekja jeme. Ti kur kime vdek, kime konë me pejgambert, me shahidat, me njerëz të mirë, ndërsa unë kur des, nuk e di ku e masiri jem, nuk di ku është përfundimi jem, po dhe nëse hinë gjennet, nuk ka më konë ndëregje me ty. Pejgamberi s.a.s. heshti, se s'kish kam ju përgjish, atër Allahu subhanahu wa ta'ala, ja zbriti një ajet për ajeteve që kjo ajet është ngushëllim për krejt, ka qenë ngushëllim për Thabanin, Enesin, Ebu Bekrin, Omerin, sahabet, edhe është ngushëllim për krejt ummetin e ti që e dojnë Rasulullahin s.a.s. dhe kanë malëngjim me pa Rasulullahin s.a.s. Allahu ja zbriti ajetin, ama alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tha do të jesh me ata që e dojnë Allahun dhe dërgumin e tij, do të jenë me pejgamber që Zoti i ka begatu, ma alladhina an'ama Allahu alayhim, ata që i ka begatu Allah, kush janë pejgamberët? Minan nabiyyin, siddiqin, të sinqertit, shuhada, dëshmort, salihin, të mirë, wa hasuna ulaika rafiqa, dhe sa shoqëri e mirë. Dhe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me azbut zemrën Thabanit edhe Thabanave të tjerë, edhe i tha el mar'u ma man ahab, njeriu do të jetë me ata që e don,
atëherë tha Abani, tha unë e du Allahun, e du pejgamberin s.a.s. E ndëgjej Enesi, tha çka po thusha o Thoban, tha kështu ka dol Enesi në rrugë të Medinës, tha unë e du Allahun, e du pejgamberin, e du Ebu Bekrin, e du Omerin, në ditë Ebu Bekri, tha çka po thush kështu Enes, tha kështu e kapi për dorë Ebu Bekri Enesin, edhe kështu Medinë po thuj se këtë Medina e kishin një pretendim dhe thonin e dojmë Allahun, e dojmë dërgumin e tij. Edhe na themi e dojmë Allahun, edhe dojmë pejgamberin sa Allahun na bashkoft në xhennet me të ja rabbel alamin. Pas se ndodhiet dashurit e mi, pasi që u vorros pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ansart Medinasit, ata që i jepën stre dhe mikpritën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij muhaxhirin, u mbledhen tek Saqifja që njihet Saqifati Beni Sa'din. Beni Sa'da. U mbledhet e Saqifja e bive të Sa'da. E ne tash këtu duhet me i përmend se qëllimi nuk është veç me lexuar çu kem thonë edhe në këtë ligjërata të tjera. Po qëllimi i këtyre ligjërata është me mësu në bashkarisht. Me mësu. Edhe këto tema tash që kena me i trajtu, që ta tash kisha pas dëshirë me prezentu, edhe kisha pas dëshirë sa të mundeni me i kuptu se këtu tash ka plot problematika që nisin me lind. Nisin me dal disa problematika, nisin me dal disa probleme që edhe sot e kësaj dite ekzistojnë në metin ton. Për këtë ngjarje ka dy transmetime që njoni është për transmetimeve që e transmeton Ebi Mikhnef. Që kuj Ebi Mikhnef ka qenë shia. Ka orë në bas. Ka qenë shia. Transmetimin që e përmeni Imam Taberi ka shumë gënjeshtra në ta. Edhe për fat keq, shijat e sot që të ma parshmit, i kanë marë që to dhe i kanë bo bazë. O shumë më rëndësi këto me i ditë. Edhe e kena transmetimin e vërtet që është në koleksionin Imam Buhariut, kësaj ngjarje. Ta shumë e dyjat transmetimet do t'i lexoj. Pse? Me ndëgjuti se sot është zemoni, nuk ka për zemoni sikur se ma përpara. Përpara për më ardhë dhejtë informata ku në mazar. Sot del dikush në TikTok këtu, edhe promovon këtu transmetimet të pa vërteta, e ti nëse s'ki dije mund është me ranë gracën e tyre edhe qka? Me hup. O i dashur jam, fitnja o shumë e madhe. Fitnja o e madhe. A di kur bot fitnja edhe me e madhe? Kur drobi sprovohet, bjen fitnë në dinit, në dinin e ti. Wallahi me të sprovu Allahu në dynja e madhe, nuk është edhe në dynja e letë. Me të sprovu Allahu me të hum pasuria, me të vdek e vladi, me të vdek gruja, me të vdek baba, me të vdek nana, me të vdek vlau, e kështu me radhë, këtë sprova jonë. Nuk jo të leta, jo vallahi së jonë të leta. Ama këto jenë apet te i kalushme jonë, pse se jonë të përkëshme. Të ka dek baba, vallahi nëse ka qenë baba musliman, edhe ti e musliman, vallahi billahi keni mu bo bashkë në gjendet. Shybe s'kam këtë punë. Nana, vlau, gruja, mërzia e gatshme, po ndarja është e përkëshme. Po Allahu me të spërvu në fej zotin arujt, e me boti zotin arujt, po thonë me hup fejn, ki me hup edhe babë, edhe nonë, edhe grua, edhe fëmijë, edhe shok, edhe kreti hup. Për ato shumë më rëndësi, qëndrimin fe dhe marja e fejs për i rrugës duhur, që shka thonë Muhammed ibn Sirin, inna hadha ilmun dinun, ka thonë kjo dije është fe, këqër një pej kuj për e mërë një fejnë, smerit feja për gjithë kuj, jo, zvan me ndiku për gjithë kuj, po, me plët goj, nuk ban me ndëgju për gjithë kuj, te e ki po ona, është një shambull praktik, e ki po në dunjo, kur dojmë për shambull, dojmë me ble një kërë, kur dojmë me ble kërën, a shkojmë me vetë doktorin për këra mekanikin. Kën e vetë? Mekanikin e vetë. E vetë një ustaz të mirë të kërëve. As të gjarë të kërëve si vesim da forë, se këta të gjarë të kërëve. Ta nëse i veti, aeroplan, i huji, ja. Po, kur i besushem, o i jani, e njohim, e dim që sa marë, po, ama
parimisht du të më shku me vetë mekanikun, që e një motorin e ti, ja din të mirat dhe të metat e saj, apo kjo për raqet dynja, si një tërmet me bo, ose një lis me bo me i raqat i keri, du të me marë qatë kërë me që për shka? Për hekër. Ama qëna sot kujdes që jemina për dynjan tonë, a për ahiretin tonë? Për gjennetin, du të me qenë edhe shumë matë kujdesshëm. Atëra unë do t'i lexoj dy transmetimet, edhe tani do të bëjmë krahasimin me po çka është e vërtetë dhe çka është e pavërtetë në këtë ngjarje. Imamu Tabari në tarikh librin e tij e ka përmend rivajetin e Ebi Mikhnef, që shnihet te ulemat, që edhe autori i librit ka thonë riwayati Ebi Mikhnef il-Kadhabi, transmetimin e Ebi Mikhnef Rancit. Rancat jo lloj, apo rancat më të mëdha, disi të jolla ata që rrain namën të fes, që janë rancat më të mëdha. Edhe më të mëdha se ata dorgaxhit që rrain për drogën e tyre, për rakixhit e tyre, këta, që janë më të mëdha se ata. Se me rrain për dinin e Allah subhanahu wa taala, kjo shumë është e madhe. E pastaj do ta përmendim në transmetimin që u përmendte Imam Buhariu, edhe do t'i krahasojmë ato. Qala al-Imam at-Tabari رحمه الله. إمام الطبري كفرمان حدثنا هشام بن محمد عن أبي مخنف قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوا نولي هذا الأمر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فقم شافوا نبات كاباك شو عربيش تيجي اسمرني باش بورنا مشراني كاباك سنام بو مصرفوا العربيش تو مكور كانوا عربيش كانوا مبو نتيجة مهارو عربيشتن. Kështu kur lexoj ka herë arabisht, kjo do ja bëj çefin Ernestit. Qysh po ja bëj çefin juve, po ja u përkthej, po bani sabër kapak. Se kanë erdhë disa në erdhë ato. Ndoshta për me shfrytëzu kohën arabisht mirë mos më lexu. Ti peltkoftë arabisht ja voltan. Shkon shpejt kur të qesim djersin YouTube, ka programe e hek arabisht që të vesh shqip edhe ndigon auton. Kështu që të bëjmë sabër pak se na mësoj pak vesh ato anglisht, latinisht, spanjollisht, ku ta diu nuk kënaqem të ndigu, bilem ta ndigojmë gjuhën e Kur'anit. Thot ky Ebi Mikhnef është transmetu, thot kam më ka folë, thot Abdullah ibn Abdurrahman i Ebi Umrat al-Ansari transmeton, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që vdiq, dëgjoj tash, thot ijtama'at al-ansaru fi saqifati bani Sa'idata, mbledhen thot ansar te saqifja e bani Sa'ida. فقال نولي هذا الأمر بعد محمد صلى الله عليه وسلم سعد ibn Mu'abada. Thata bojmë të ngarkojmë me këtë punë, me çfarë pune? Me punën e khilafetit pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Sa'd ibn Ubada. Sa'd ibn Ubada një sahabe i madh i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një burr prej burrave të mëdha të Islamit. Qama ahadun faqala qad danat lakum al-arab bi asyafikum wa tuwfiya rasulullah sallallahu alajhi wasallam ankum radin. Thot arabët janë nënshtruar shpatave të juaja. Çëshë. Janë nënshtruar thot shpatave të juaja, dhe me ky i keni nënshtruar këtë arab me shpatat e juaja. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vdiq dhe ishte i kënaqur me ju. Janë numëron virtytet që ishin të vërteta. Kretë këto që ai ka thonë kë për ensart e vërtet. Ai kanë nënshtruar arab me shpatat e tyre, po, ama jo veç ata, edhe muhaxhirin që s'kan kon vetëm. A koni kënaqur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ta? Po, ka qenë i kënaqur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ta. وبكم قرير العين استبدوا بهذا الأمر من دون الناس. Ka qenë i kënaqur ai me ju dhe zemrat, ka qenë me zemër të qetë përballë juve, prandaj tha merreni këtë çështje vetëm ju, pa përfshirë tjerët. Demek zgjedheni veç pi ansarëve, jo pi muhaxhirinëve. Pastaj tha, vazhdon tha, ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ishte i kënaqur me ju, bëneni dikon, domethënë ndorën e ju veç për juve. فأجابه الجميع أن قد وفقت في الرأي. Të gjithë aty që ishin prezent thanë e ke thonë mendimin e drejtë. Do të kem pajtu me ta. فقال قائل منهم, një prej tyre tha, فإن أبت مهاجرة قريش نقول منكم أمير ومنا أمير. Tha nëse muhaxhirinët që ishin Mekasit
Shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pjesa tjetër, nuk janë të pajtuar me këto, atëherë i thojmë, ju e keni një pris, ne e kena një pris. Faqala Sa'd ibn Ubada, atëherë Sa'd ibn Ubada, ky që e propozon për khalife, tha huwa awwal wahnin, kjo është dobësia e parë. Zban demek, nuk mundën më konë dy prisa. Duhet më konë një. Pastaj thot بلغ عمر بن الخطاب أن بعض الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. Tha i shkoj lajmi Omerit. I shkoj lajmi Omerit se janë mbledh të Saqifa e Beni Saida, janë mbledh ansart. Po thojnë, minna emirun vë minkum emir, pej juve ka një pris dhe pej neve një pris, dhe me pej ansarve dhe muhajgjerimin ka një pris. فذهب إلى أبي بكر فأخبره شكيت أبو بكر ذي كالزي أبو بكر فقال إن إخواننا الأنصار اجتمعوا ويقولون كذا فهلم بنا إليهم فشكيت أذي ثا فلاس ديتان أنصارت بثوين كشتو ذا كشتو هايدا مني ذا تشكويم تاتا شكويم تاتا. فخرج عمر وأبو بكر فوجد أبا حبيدة فقال معنا دولم أميري ذا أبو بكر روغ سبان أبو عبيدة بن الجراح نبورت ماض في صحابة إذا هيدنا مني شكون ثت تترت انصارت. يقول الأمر ثت أميري فزورت كلاما في نفسي ثت نفيتي اكشا برغاديت نفيالم شكور شكايتي مفول se u tut që thot, u tut që Ebu Bekri nuk ka me i thonë që ato fjallë. Tha kur hina aty, dashta me folë, Ebu Bekri tha, dalu, heshtë, mos falë. Që tu ka dalë, qëtar du të bja qitë pike në mundalë. A përshe? Islami ka hierarki. Islami nuk ka halakam. Islami ka hierarki, du të mu respektu maj vjetëri, maj dituri. Jo me folë para njëzve ma ditur. Sa që ka ndodhë? Fol, tipi fol ma shumë se ajë që ka dije. Ma shumë se hoxha. Ma shumë fol gjemati se hoxha. Problem o kjo? Problem, vëlloj kjo problem shumë i madhë. E problem edhe daha ma i madhë është, kur në mejlis është një njeri dijes, që ka dije, që ajë një që është njeri dijes, edhe ka dije mas shumë të në atë mejlis, vëlloj zvan me fol tjertë, pa lejën e ti. Tash dikush thot, po sheju, po tani me bo. Ju për të i dashur jam. Kur të folet për fesa, di pse? Se ti e ka fol për Allah, kur të folet për dynja, për raqet dynjas, aty tjetër muhabet është apëtan. Aty folet që dhe ka dija apet në këta, ma shumë. Ama na për fatë kesh në si popull, alhamdulillah, mashallah, na kërketi diva. E ki pale për të media tola, kur vëna dolle për të vetë, dash analist, dash fizik, dash kimi, dash histori, dash peri, gjithologa, mashallah dhe barakallah, ka janë izahën e vdaja, ki po ali do që si tullumba, o zët, bëdhëm, o zët, ndrëna i ja robbi, mos na i leme i pone për të veja, tha unë e profesori filozofis, unë e di dhe për islam, bo t'i zdin të aret me morë, mëre, të aret me të shni me morë, t'i zdin me morë, t'i dhe me volë për islam. O më zëma kesha ta në upë që të digoj ty. Njerëz me shpirt flist, pasha Allah i po, njerëz të presht, del banë e gjemë, e pove kur dëll e pranoj Siria Kosovën, ta Izraeli tha ka ndiku, tërt koft, profesori upës, më zëma kesha ta për të zasa tu, Allahu l'hamd, bëj që s'ma ka po zotin asip kur ftyre me ta po. Se e kësha marrë, kësha qkuj diplomën, që aty ku ka pëse, e kësha marrë, kësha qkuj, kësha jesë zbën piti. Sa e ignorant është, apëton, njerës që si ignorant, da, ki pa për nga dalin si këpur, dhe. Njerë profesori, ta është dële e pat, këj zëtëria i gjykatës, apëton. Ama e koriti Allahu, i dëllë familja e ti u distancu piti. Distancohet, para me do, kur del familja jo të distancohet për teje, këtë ka zë qëfar buri i mirë je. Qëfar buri i mirë je, po së është këtë e që mës të ndalem ato. Atëre, i tha Ebu Bekrit radiallahu anhu, Omer tha, heshtë Omer, heshtë, mos fol Omer, mos fol ti. Thot, fe beda Ebu Bekrin, fe hamidallahe wa ethna alej, tha, janë isi me fol Ebu Bekri. E falendroj Allahun,
e madhroj ato, e lavdroj. Thumë kal, inna Allahe ba'atha Muhammeden, Allahu the ka dërgu pejgamber Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e përmendi thot një hutbë gjatë, foli gjatë. وذكر منها أن المهاجرين أولى بالخلافة ذا برماندي ثتس مهاجرين تيون مبرسور بر خلافات فقال حباب ابن المنذر حباب ابن المنذر يا معشر الأنصار أيو أنصار أملك عليكم أمركم فإن الناس في فيئكم وفي ظلكم ولن يجترئ مجترئ على خلافكم ولا يصدر الناس إلا عن رأيكم أنتم أهل العزة ذا الثروة حباب ابن المنذر فأيو أنصار كابيني تششتت أيو يندورن أيوي njerëz janë në hijen e juj, demek ansar e muhaxhirin janë në vendin e juj, jo ka jetojnë në vendin e juj, janë të jetu në hijen e juj. Askush nuk mundet me marr, tha, me e marr do të thotë nuk guxon me kundërshtu mendimin e juj. Ju jeni ata të cilët keni nderin, keni pasurinë, keni numrin, keni forcën. Nëse ata, dhe këtë kush, muhaxhirin, nuk pranojnë kërkesën tuaj, largojni ata pi vendit juj. Dhe merrni drejtimin sepse pasha Allahun, pa ju, edhe me ju, na jemi, na ju mbrojmë. Dhe me thëja dhunë me ju, Ebu Bekri i qetë. Omeri, qka Omeri thote, vëndon të ama, dhe keme folja përke. Ndalu, le dhe të fol. E la atërë tha, Ebu Bekr radiallahu anhu, pas kësaj dhe më thonë që ka e tha kë Hubbabi ibn al-Mundhir, tha kale Omaru, atër Omeri foli, dashti me foli, mërë kjo rështë, dikure vë këta folbe, sa Omeri, Omeri radiallahu anhu, pasha Allah, nuk mundesh me gjetë një njeri, dhe më thonë, që e ka mbrojt hakun, si që e ka mbrojt Omeri, veç kush e ka kalu? Ebu Bekri radiallahu anhu. Veç Ebu Bekri ka dal hakësh. Tjerë, blash e ka po. Veç Ebu Bekri ja ka ndal turin. Edhe Ebu Bekri, a ku argumenti që Ebu Bekri o ma burë se Omeri? Mos më thuj që o khalife këto se këto jo, po du shembull praktik. Me shembull. Nëse ke lexu për jetën këtë burave. Ja, ajo për vlerë është. Ja, ka dole të shetash u bo buqkurush, u bo pazar, speca, patligjona, kastraveca, veç ka një, ha? U dejtë pejgamberi sasëm që muna këtë një asesat. Barakallahu fik. Që kjo është argumenti ma i fort. Kur ka vdek pejgamberi sasëm që atë gjysë arabëve kanë bërë ridde, jo ndalë për fesë. Qa ka dole Ebu Bekri? Ka ardhë Ameri, ka dole bre, o Ebu Bekr, ka pe i të në që falë, se që shën konë mërtet dint, disa kanë thonë, zaqatin e kena pas obligim veç kohët pejgamberi s.a.s. Mos se kena obligim. Se kema obligim. Qa ka thonë Ebu Bekri? Ka thonë, wallahi, ka thonë, nëse një ikale ja keni e pejgamberi s.a.s. Ikale i thonë, e ki pa arabt, atë në shallin e tyne, në të farë shamjet që i qesin atë të zezën, atë e kanë përdor për mja lidhë kom deves. Ka thonë, nëse një ikale ja keni e pejgamberi s.a.s. kam i luftu deri sa të ma jepin edhe mu ato. Ka ardhë Ebu Bekri, Omeri ka thonë, ka dole bre, o Ebu Bekr, se ata po falen e ka thonë, o Omer, ka thonë, i ash për në gjahiljet, e tutë në islama? Thotë Omeri dhe vallaj dhe dhe kuptu që burnia Ebu Bekrit edhe menqërijet jo me malë sa në ketë, edhe këtë sahabët jo mbitë se Ebu Bekrit konë, edhe pse thuhet, po thuj se i vetëm ka qenë këtë sahabët jo në që i kanë arë, ka dale, masu ngotë, se o dek pejgamberi a.s. ka ndodhë fitne e madhe, e kështu. O, ka dhonë mas parë, i punën e parë, se kena marë të këna në gjare, vimi, inshallah, ta'ala, ka dhonë, thuj, Usame ibn Zejdit dhe të njësë ushtrin. O, ka dole, ka dhonë, gjysë arabe, no, o, njësë ushtrin, ka dhonë, qatë ushtrin, se pejgamberi s.a.s. e para se me dalë, piksej dynjaje, tha, ushtrin të cilën kom urdhru, e kish urdhru pejgamberi s.a.s. si komandant Usame ibn Zejdin, ka dhonë me shku me njësë, bënë një gati, hala po në varos mu nisëni, edhe Ebu Bekri dhe keme qunë vend, urdhnin e pejgamberi s.a.s. Edhe kjo të regon për burnin edhe menqurin më të madhe që e ka pas ky burr i madh. Po Omeri apet
Dikur tha, falë për tha Omer. Faqala Omaru wa Abu Ubejda li Ebi Bekrin أبسط يدك نبايعك فلما ذهب ليبايعه سبقهما إليه بشر بن سعيد فبايعه فأمير إذا أبيدا أبو أبيدja I than zgjat dorën tha se ti je khalifa jon. Na jena të lezuar tash Ebi Mikhnef, nuk është kështu ngjarja. Këtë çto çka I thash deri tash diçka ka të vërtet, diçka s'ka ka vërtet. Kur të lexojmë tani ngjarjen pe Sahih Bukharit kemë me kuptuar çka është e vërteta. Atëherë thot I parapriti Bishr ibn Said dhe ja boni betimin Ebu Bekrit, kështu tha u ngrit Usaid ibn Hudejri dhe ishte një prej të zgjedhurve prej ensarëve, tha vallahi la in wallaytaha alaykum al-Khazraj marratan la zalat lahum alaykum bidhalika al-fadila, fa pasha Allahun nëse Khazrajët e marrin këtë çështje të khilafetit edhe një herë ata do të kenë për herë një e përsim bi ju. Atër tha Sad ibn Ubade, pasha Allahun si kurse të kisha forcë, dhe këto të rëktojnë këtë rena të shijave, këto asë që ka thonë, a me rena të shijave, me që si rena e ndërtojnë fejnë të nata. Tha, pasha Allahun si kurse të kisha forcë për të ngritur, do të dëgjonit prej meje nëse në çdo cep të Medines, keni me po çka do të bëja unë me shtizën teme dhe me shpatën teme. Dhe me kisha mi vra krejt. Se Sad ibn Ubade kër e kam pru me leqe që I thojmë na, u koni smut. Në Sakifin e Beni Saide. E këtu thët që ta, kisha forcë më uqu, kishtë me pojë që kisha me bo. Dhe kështu do më thonë, u largu, thët Sad ibn Ubade, disa dit u largu pe I tëre, pastoj tha, Sad ibn Ubade, as nuk është falë me ta, as nuk është mbledh me ta, do më thonë që kjo është transmetimi Ebi Mikhnefit. Që kjo është? Tash ndëgjoj transmetimin e vërtet. Imam Bukhariu thot, حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا سليمان ابن بلال عن هشام ابن عروة عن عروة ابن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Imam Bukhariu të prunë transmetimin e Aishës radiallahu anha. Thot Aisha radiallahu anha, gruja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u mbledhën thot ensart tek Sa'd ibn Ubade në Sakifetin e Beni Saide. Faqalu minna emirun wa minkum emir. U mbledhën te Sakifja e Beni Saide, fa ju e keni një pris, na e kem një pris. Shkoj tek ta thot Ebu Bekri dhe Omeri dhe Ebu Ubejd ibn Jarrahi. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. Tash Imam Bukhariu se këtë ngjarje me ndiku pi Ebi Mikhnefit ta e përshtypjen që atë kanë ndajt me orë tëra. E vërteta është se kjo nuk ka zgjat, ju thojnë rrethin të përmend më shumë se gjysmë ore. Sa ti çush kjo, pe ndali veç me kuptu. Kur njerëz duhen njëri me tjetrin, a merren vesh lehtë azar. Shumë lehtë janë marrë, çata sahabët janë marrë vesh lehtë. Ama ai Ebi Mikhnef kë transmetuesi shijave me ndiku ata, qëra përshe, Sa'd ibn Ubade, o shku, so fal me ta, po, që çfarë çmendurie, kjo është shmenduri, thoi pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pi sahabeve nuk kanë mbet në Islam, sa, thot, as sa gishtat e dy durve, do me as 10 veta se mbet në Islam, ke qafira. Wallahi kjo magarllok, bilem, mi ju thonë magar pak është, tut na qenë në qëman magarin. Pasha Allahun, me pas magari goj, vjen thot, hoj, mos I thuj magar, ma bese ata ma magar thonë. Nuk më gjet një hemen ma, fa veç as 10 veta se në mbet në Islam. As 10 veta, krejt pralla, han qeni ora. Atëre tha, mbledhen ensart, edhe than ju, një emir, nani emir, shkaj Ebu Bekri, e ndali, thot Ebu Bekri Omerin, për mos melon me fol, pastaj thot Omeri, tha, wallahi ma aradtu bidhalika illa anni qad hayyetu kalaman qad a'jabani khashitu an la yablughahu Ebu Bekrin. Tha, nuk e kisha për me fol, po e kisha përgatit një fjalem, që pe I frikës që ndoshta Ebu Bekri nuk I thot ato fjalë. Thumë të kelleme Ebu Bekri, që është dalimi.
për transmetimit. Tha foli Ebu Bekri krejt ato që ka I kisha venda me I thonë, le që I tha, po tha të shka ma shumë sone dhe ma mi sone. Që shtë në kësabët e pejgamberi s.a.s. Pastaj thot tha, ata than, fa kale fi kelamihi, nahnu l'umara, wa entum wuzara. Ebu Bekri tha, mi ju repliku në atë fjallën e tyre, tha, ju keni tha, ministra, na jena prisa. Ministrat pe juve, prisat pe neve. Pastaj që vim të Hubbab ibn al-Mundhir, Hubbab ibn al-Mundhir tha, la wallahi la naf'al, minna emiru wa minkum emir, tha nuk e bojmë këtë punë. Pe neve një emir, një pris, edhe pe juve një pris, tha Ebu Bekri. La, jo tha, walakinna l'umara'u wa antum l'uzara, por se na jena prisa e ndërsa ju jeni, qka? Ministra. Thumma awsatul arab, humul awsatul arabi daran, wa a'rabuhumul ahsaban. Atëra nisi mi kalzu Hubbab ibn Mundhirit edhe tjerëve Ebu Bekri tha, Kurejsht jonë zemra arabve, arab që pranojnë juve, pëse që kanë qenë nësart? Që kanë qenë ensart? Ha? Medinës, po me qka ju në shqu? Me ju në shqu me bujqësi. Kanë pas hurma, trekti. E Kurejsht? Ka e kjo në konë, për thonë më natë fjallën bujgjohana. Njerëz me autoritet madhë. I kanë njoft këtë arab. Pa orë pejgamberi s.a.s. kështë I kanë njoft ensart. Ensart jo njoft me kastraveca, pat ligjona, nuk përthon këto në hashe lillah minë shku. Po qëta u koralitetit tëne. Edhe që kjo më dëmumi kuptimi I fjale se Ebu Bekrit radiallahu anhu, që ka thonë Ebu Bekrit radiallahu anhu, ka thonë Arab, nuk mundër me marju për etibar. Kush jon, Kurejsh jon, awsatul arabi daran, mes të Arabve të është, vendive të është zemra e Arabve. Febaji'u Omara, jep janë I tha betimin Omerit ose Ebu Ubejdes. Atër Omeri tha ngriti dorën u ngrit tha bel nubayi'uka anta fa anta sayyiduna wa khayruna wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ja zgjati dorën tha ti tha je po t'ja jepim betimin ty se ti je zotëria jon, ti je më I miri prej neve dhe ishe më I dashuri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej neve. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. يزجاتي تت أميري دورن أبو بكر إذا تتيرت يزجاتن دورن أبو بكر يبن بين. فقال قائل قتلتم سعد ابن عبادة فانيوري بيتر فأذرتت سعد ابن عبادة. أما çeto dut me I marrë vesh se fjala qateltum në arabisht ka për qëllim, çka ka për qëllim? Fjala Omerit qateltum që ka thonë ai Sa'd ibn Ubaden e Omeri ja ka kthy përgjigjen, që I ka kthy Omeri përgjigje, ka thonë qatalehu Allahu, Allahu e ka vrarë me përkthy bukfal, ama nuk ka qëllimi kjo vrasja në kuptimin e vrasje, po kjo është në gjuhën arabe kur të përdoret ky stil I gjuhës ka për qëllim çka refuzimin e ashpër, kur do me refuzu ti kanë, apo kur do të tash ti e thush një fjalë për shembull, jo për çfarë s'bën ky hiç auton. E ai ka vlerë. A nuk kupton që ja ki muhu ti vlerën a jo, ja ki muhu vlerën për balla ati tjetit që ma me vlerë se kë. Në qëtë kontekst Omeri e ka thonë, ama ehlu zejg, ata që zemrat I kanë të shtramnume, edhe Allah në ka kallëzu në Kur'an, jetë të biune ma të shabëhe min, I pasojnë ato që ka mu të shabit, dyshim ta. Jo, ndo që si mizat, e I pa mizat, mizat nuk shkon të, mizat qëtë mjelt. Mjelt qëtë kush? Bleta, se bleta e merr veç nektarin e mirë e merr të do të thot të bimëve. Shkon te lulja e merr më të mirë nektarin e merr. Pastaj do të thot u qetësu kjo çështje, edhe kjo është transmetimi I dashurit e mi, transmetimi I vërtet çka gjendet tek Imam al-Bukhari. Sa'd ibn Ubadah që e përmendi Ebu Mikhnef që sofal me ta, çush mërë sofal me ta, o fal vallahi me ta. Omeri asni problematik se ka pas me Sa'd ibn Muadhin, Sa'd ibn Ubaden. Bilem në khilafetin e Omerit ka pas udhëheqje. Ka pas udhëheqje. Po këto kon pyetje Ebu Bekri dhe para Ebu Bekrit nuk ka mujt kërkush me dalë.
para Ebu Bekrit, as kush nuk ka mujt me ndal. Që ata Ebu Bekri radiallahu anhu, kër e ka marrë dhe ka mbajt fjalimin, te Imam Ahmedi, përmendet një transmetim shtesë kësaj, thot Imam Ahmedi e përmend musnedin e ti, an Humeid ibn Abdurrahman, qal, fetekelleme Ebu Bekrin, foli tha Ebu Bekri, walam jetruk shejën unzile fil ansar, tha, foli Ebu Bekri edhe nuk la asgjë që ka zbrit për ansar, pi wahjit, pi lavdatës që u ka bu pejgamberi s.a.s. për i vlerave të ansarve. Pastaj thot, dhe përmendi thot, këtë transmetim thot, o laqad alimtum anna Rasul s.a.s. qal, tash po do me tërgu për vlerën e ansarve kushon, se pejgamberi s.a.s. ka thonë, لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار tha sikur se tha ensart kishin me sikur se njerëzit kishin me marr një drejtim të një lugine dhe ensart drejtimin e një lugine tjetër thot kisha me shku ka lugina ensarve. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد tash po I thot dhe te e din tha o Saad ke qenë me zlisat I ullur kër ka thonë pejgamberi s.a.s. Qa ka thonë pejgamberi s.a.s. Korejshun volatun, Korejshet janë qka? Udhetsa. Fjala pejgamberi s.a.s. Volatun hadha l'amri, ata ju në udhetsat e kësaj pune, do të të shkafit të khilafetit. Fa barru nasi tabaun li barrihim, fa të mirët I pasojnë të mirët, të këqit I pasojnë të këqit. Fa kale lehu Saadun, I tha Saadi, sadakte, vërtetën e këthonë Ebu Bekër, nahnu uzara wa antumul umara, fa na jena ministra e ju jeni prisa. A përshë çfarë dallimi I madh për asaj të parës për kësaj dytës? As një kelam nuk ka për Saadit se unë s'ko bu falë me ju, s'ko me ndajt me ju, s'ka për të e kundërt, apo që shto dikush e ndërton fenetën e shijat e ndërtojnë në prallat e tyre, mundohen me I rënu gjitha këto për me mbajt gjallë ideologjin e prisht të tyre. Aty kërja kem qëllu për mirësive të Zotit, ku kem gabu për me dhe shejtanit, wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tash vim dhe të tek pjesa Ebu Bekr es-Siddiku, Allah qofti kënaqur me ta në disa rreshtat. Tash ndërsin tjetër, javën tjetër jo, po mbas 2 jave, se javën tjetër e kena smundja dhe ilaçi, kena thonë. Një javë kena me fol për historinë e Ebu Bekrit dhe shokëve që vim pas ti, khalifeve që vim pas ti. Një javë do të flasim, do ta shpjegojmë librin Smundja dhe ilaçi, që është një prej librave më të bukur të Ibnul Qayyimit rahmetullahi alayh. Kështu që sot një javë bën Allahu Teala e kena Smundja dhe ilaçi, ndërsa pas 2 javë e vazhdojmë tek Ebu Bekri radiallahu anhu, çush e ka pas emrin, kur ka lidh, çka ka bo, çush ka bo, vlerat e tij që jon përmend hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, emri I tij që u përmend në Kur'an. Nuk e gjen vallahi asnjë sahabe tjetër që Allah subhanahu wa taala e ka përmend në Kur'an përpas kuj? Përpas Ebu Bekrit, në sohbe me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, në shoqërim me ta. Në shoqërim me ta, Allah na bashkoft në xhennet me Ebu Bekrin, me Omerin, Uthmanin, Alin dhe gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ne ku kem qellu për mirësive të Zotit, ku kem gabuar për me dhe shejtan, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Takohemi inshallah taala javën tjetër. Allah ju shpërblet.